Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdal as-salati wa atamma taslimi bi nuri mab'uth rahmatan lil alamin. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم أو كما قال. Të nderuar dhe të respektuar, pikë së pari hamdi takon Allahut te bareke ve teala. Allahun e falenderojmë për Allahut të ndihmë dhe mbështetje kërkojmë, kurse salatet dhe selamet në këtë ditë të bekuar dhe në këtë natë të bekuar të Ramazanit, njëkohësisht edhe në natë e Bedrit. Tash është momenti kur muslimanët kanë qenë në pritje në natës së Bedrit. E falenderojmë Allahun sinqerisht që Zoti na e ka mundsuar që në këtë ditë duket një ditë pak më ndryshe, salatet dhe selamet ja përcjellim Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili në mënyrë të përkryer e krijoi emanetin hinor dhe elhamdulillah ne sot e gëzojmë që të jemi musliman. Të nderuar dhe të respektuar, fjalimin e rastit nuk do të mba fjalim, por unë vetëm mora fjalën e fjalimit të përshëndes dashamirët, gjithë besimtarët, gjithë muslimanët të cilët mundohen që të organizojnë kësaj lloj organizimesh. Pikë së pari, përshëndetjet e mia shkojnë deri tek, para se të jenë tek mysafirët, deri tek pajtohem që do të pajtohen edhe hoxhallarët, tek profesorët tonë, të nderuar ato të cilët kanë qenë shtylla kryesore që ne nëse jemi këto që jemi, ata na kanë kalitur, ata na kanë dhendur dhe na kanë pruar në këtë nivel. Të nderuar profesor Shafi, Hafez Shafia dhe profesor Sheval, por pse edhe jo Jasiri që punon dhe vepron në medrese, pranoni përshëndetjet tona. Allahu ju gëzoft me të mira që e keni gëzuar dhe zbukuruar këtë mezhlis. I nderuar dhe shumë i respektuar Hoxh Beqir Halimi, i cili Hoxh i vendit është, ai sa do të ikje prej këtu hujt është i vendit. Unë çuditëm në kohën e fundit njerëzit shumë janë stresuar, tash afeja kombi shumë është bë kjo virale, kjo punë. A hiç nuk e kupton një element kryesor. Se je shqiptar, Allahu nuk na ka pyetur ne se si do të bëhesh. Jemi shqiptar, elhamdulillah. Se i filanit ve istekut, i babës tënd dhe nënës tënde, ai që je, nuk mundesh ti mohesh ata. Ato janë tut. Se je i Sfillares, shko ka dush, thuj s'jam unë i Sfillares, apo unë s'jam i Rashës, s'jam për i Rashë. Ti je i Sfillares dhe ti duhet punosh dhe do të veprosh për fshatin tënd, për vendin tënd. Sado që të thuash, të më thënë se nuk je ai, kurse përsa i përket musliman, mos e thuaj edhe me shaka, unë s'jam musliman, se feja me njëherë të nxjerr. Ajo ashtu e ka, sa ajo nuk e das shakan. I nderuar Hoxh, për kujdesin që bani, Hoxh Beqir Halimi, për këtë vend, Allah i vetëm mund t'ju gradojë me të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër. Unë kur kam marrë në fillim më ka thonë mua, Hoxh, çfarë i duhet ka thundit për diçka që ne kemi mundësi ta shtim, do ta shtim bashkarisht. Edhe ki e bani se ki dekorim, dikush nuk e ka këtë privilegj të nderuar. Këtë privilegj këto hoxhallar dhe këtë ilahista këtë bashkë në këtë ditë, në këtë moment nuk e ka privilegj, po kjo është fal angazhimit të Hoxhës dhe angazhimit të këshillit të xhamisë dhe angazhimit të rinis e cila e duan ligjeratat dhe ki Ramazan ka qenë një Ramazan shumë i begat, presëm që të jetë edhe më i begat. I nderuar dhe shumë i respektuar Hoxha Muharrem, i cili e kemi bërë sikur tanin, e kemi kështu kreu, e kemi bërë shumë të afërt, na vinë na viziton dhe na nderon për nderimet e to, Allah i nderoft inshallah. Naif është, Allah i rujt inshallah. Kurse për herë të parë jo se unë do t'i them para nën Hafizin, sa ashtu është epiteti më i madh Hafizi i Kuranit, elhamdulillah, e pse jo që njihet më tepër te ne, ilahisti i mirë njohur, i cili e kemi kudo, e kemi në dhomat tona, e kemi në rabët tona, i kemi kudo. Para mendoj sot i kisha 80 fëmijë, po isha përgatitur në ditës Bayramit, ju hapsi si 80.000 kanë një manifestim, 80 fëmijë, tekste kështu më radh. A di çfarë më thanë fëmijë? A do të vine Adem Ramadani, kështu, thash po do të vine ai. Kështu që si carin në vete.
Të nderuar misafir që keni ardhur prej larg, që ne keni nderuar dhe e keni zbukuruar fshatin ton, është kënaqësi që unë jam imam i këtij fshatit që ka punë të mira. Pse jo të nderuar katundarë të cilët me një kënaqësi të madhe dhe të ngrohtë i pritët misafirët. Me lejoni që gjithëve së bashku t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pra paqja, mëshira, begatit, mirësitë e Allahut qofshin mbi ju. Unë kaq kisha fjala rastit kanë këta që na kanë ardhur që presën për këtyre që të na freskojnë inshallah taala. Urdhani të nderuar. Elhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu azza wa jalla falenderojm. Salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë. Të nderuar pranishëm, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Do të bëj një pyetje shumë të rëndësishme. A kemi ardhur me bo veç një tribun që ishim në xhami, u lexu Kur'an, folja e folje ke edhe e këshirmi saatin, a u bo vakti ajo, apo kena në tribun në mu kënaqsh me njëri tjetrin. Vetë kjo tribun sot që është kështu, është një ders që na mu që me shku u krye e ders. Ademin e kemi kujshi i vllaun to, shumë afër ati një sabek, unë e halasën e kum gjetë të lirë Ademin, edhe me thirë një sabek me në këndu ilahi. Çdo herë na shprej ga dishmëri, po nuk i vjen rasti. Me arto, është marifet në vete. E dyta për hoxhën, para disa ditëve isha me në të pame në Saraj u bo paramet Rahmetli Haxhi Etemi. Edhe aty në mezhlis karshim ishin hunç profesor Sabaudini edhe profesor Zekeria Bajrami. Edhe më thanë hoxh, bëjro më falë. Thash valla tim ki mësu mos me folë. Tha unë të ku mësu mos me folë. Thash po, kur e kom profesor medrese, ma ki dhonë një mësim që une shtajsëm foli, ti ki fajt, jo une. Thash se ma ki mësu me selen, kur të shkojsh të bunari me mush uj për me marë abdes, nëse një arush ullet të bunari, ti s'ki drejt me shku me marë uj, se rizikon shëndetin tënd, dhe dush me marë të emom, se haram e ki me shku me myt vetën për me marë abdes. Thash se më fali mu, jo një arush të bunari, dy mu kanë hunë që karshe. Ta i hotë që këto dhe, kur të mbajnë atë dërës, më shefi dikon pak. Valla, ma kini përzi ajetin se dia është me ua, a me eshtash. A e disha ajetin, shte kur i pash juve, dhe si ke ajetin, shtaj. Një ajet në surën kafe kam, një në furkan. Dushtu më kalëzështash. Valla, ma kini dalashajt. O, që të rere, dikun të nej sobë ma më shef bane. I thash hoxhës, pak para sa marrë këto, kur o niski për këtu thash nëse nuk vi, dush me mlu, se zorë që do të vi. Edhe matematikisht, su dash me konë këto. Ama këto ima neshto që themina, ka diçka këto. Allahu akbar. Ka diçka këto. Një jeti pa dyshim dashuria për hajr, duat për hajr e bëjnë të vetën dhe bëjnë mrekullira. Derë si jem, këshilla jeme, përkujtimi jem, është për një porosi të kësaj natyre që Allahu azza wa jalla i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ti o pejgamber, ummetit tënd tregova këto tregime që ato të ndalen e të mendojnë pak, të marrin mësim i bret, shkollë pi asaj që kon më përpara, me marr shkollë pi hoxhës ton më të madh, pi babës ton më të madh, pi ma plakit, pi ma dishmit, mu respektu, mu nderu, me pa si ka qenë modelin të kalumën, si është në tashmë, si du të në ta qenë manaton. Pa tjetër e kemi. Se modelet, qofë për të mirë, qofë për të keqe, janë të shënu me një historinë e njerëzimit dhe njerëzit që i marrin modelet e mira, heqin apet ka e mira, vazhdojnë. Që ato njerëz janë? Gjak, mish, shpirt. Këto janë njerëzit. E Zoti i ma thot,
faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ti o pejgamber jam, ummetit tan tregova tregimet që ato të ndalen pak të marrin mësime dhe hibrat. Sot mas namazit drekës shkum me i vizitu familjet që u lëndun dhe patën viktima nga mesi i tyre në Koçanin tragedia që ndodhi mbron të bashkëqytetarëve tonë Maqedonës, të komshive tonë, të shokëve tonë, të kolegëve tonë. Me qëllim po e tham këtë se askush pak që ka njerëzillok nuk guxon më gëzu nga kjo tragjedi, por se du të me marrë në mësim. Shku me i vizitu të lëndumit edhe familjarët aty. Dhe nga e gjithë kjo, një fjalë që ja thash atyve dhe gjithëve neve thash se syri loton, e zemra piklohet, ama na kur s'du të me haru se kemi një Zot i cili ka me na ndihmu në gjitha gjendjet tona dhe në gjitha rrethonat tona. Dhe se na duhet nga kjo me marrë mësim që me ngrit vetdijen e ndërgjegjes kolektive tona. Pa tjetër kemi na secili me marrë përsipër përgjegjësinë e vet nga roli dhe pozicioni i vet. Ai që mirit me hoxhallëk, që hoxhallëkin ta krye me sinqeritet, punën e vet ta krye me emanet. Që Allah mi t'i qelë rrugt, kur ta nisish një punë të mirë që njerëzit me ardh ka se prit. Me thonë se pite spitali qytetit kemi mri për atë shko pa i thi rregullat e komunikacionit dhe thunë jo s'mundet. Pa i shoferi zade mi shkon Mubarek, se di. Ama mritëm, por edhe dikush ka bo dua për këtë të mirë. Pa i cili është mjek me ndërgjësi ta krye punën e vetë. Ai që merret me ndërtim, me ndërgjegjësi dhe përgjegjësi ta krye obligimin e vet. Ai që merret dhe kujdeset për sigurinë e njerëzve me përgjegjësi ta krye punën e vet. Se vallahi, kur na si shoqëri do të bëhemi të pandërgjeshëm dhe të pakujdesshëm në misionet dhe obligimet që kemi marrë mbi supet tona, secili në formën dhe në mënyrën e vet. Ai si bab, ai si mjek, ai si hoç, ai si profesor, ai si arsimtar, ai si tregtar, ai si inxhinier. Kur na nuk kena mi neglizhu përgjegjësitë tona, pasojat do të jenë fatale për gjithë neve, se nuk i dihet kush mundet me qullu aty apo këtu nesër, a unë aty, a fëmia jot, a fëmia jam. Nuk i dihet. Andaj Zoti i Madh na thot në Kur'an, faqsusil qasas, tregova ummetit tënd tregimet. A keni ndëgjuar dhe a keni ndëgjuar ndonjëherë për ashabur res? A ka dikush që ka ndëgjuar për ashabur res? Për një popull që ka jetuar me një kohë, kush janë ato? Ku kanë jetuar? A janë konë besimtar, a janë konë jo besimtar? A janë konë të pasur a të varfër? A kanë pas pejgamber? A nuk kanë pas? Qa kanë bo këto? Edhe ku janë sot? Pyetja që janë shumë të rëndësishme. Dhe na nga ky mësim, nga kjo ndodhi do të mundohemi të marrim një mësim. Ashabur res është një popull që 2 herë përmendet në Kur'an. Dhe këthena ka ra o shapet. 2 herë. E para, në surën Furkan, thotë Allahu Azza wa Jall, wa Adam wa Thamud wa ashab ar-ra's wa qurunan bayna dhalika kathira. Ashab ar-ra's apo? Tamam, nuk kanë ashab ar-ra's. Ashab ar-ra's. Thotë Allahu Azza wa Jall, dhe populli i Adit, edhe Thamudit, dhe ashab ar-ra's wa qurunan bayna dhalika kathira, dhe mes tyre, para këtyre dhe pas tyre, pat shumë shekuj që kalun. Çka janë këta ashabur res? Në surën Kaf, thotë Allahu Azza wa Jall, kedhebet qablahum qaumu Nuhin wa ashabur res wa Thamud. Me diuja. Thotë Allahu Azza wa Jall, e kanë përgënjeshtru, fejnë Allahu Azza wa Jall dhe e kanë mohu. Populli Nuhit a.s. dhe ashabur res edhe kaumi Thamud. Këto 3 popujt i përmend bashkë Allahu se këto të tret e mohun thirrjen e pejgamberit tyre dhe e përgënjeshtruan madje
ishin agresiv në sjelljen ndaj pejgamberit tyre. Ashabur Ras, që thot Ibn Abbasi radiallahu anhu, është një popull i cili ka jetuar në pjesën e Azerbejxhanit. Sipas rivajeteve më të sakta, edhe pse keni me gjetë kur të lexoni tefsiret e Kuranit, mbi 10 mendime janë të përmendur nga ana dietarëve për ashabur ras, kush janë dhe si janë. Ashabur ras, sipas mendimit më të saktë, nuk janë as ashabul Eike, as ashabu Medjan, e as nuk janë në kohën e Musës a.s. Dhe shumë mendime tjera. Ky popull ishte një popull që Allahu i dha shumë të mira dhe shumë begati. Ju çoi shumë lumej, ju çoi shumë gjelbrim. Ujë gjithandej, bereqet gjithandej. Saqë bereqetin, sipas të thonave tona që e kemi në gjuhën tonë, edhe ka e prapa me mbjellë, ju ka dalë bereqet. Atë shumë të mirë Allahu i dha këtij popullit. Dhe ky popull, dhe të ky vendi, kishte jetu njërin nga djemtë e Nuhit a.s. Andaj Allahu ashabur Rasin e përmend pas popullit të Nuhit a.s. Që ta bën me dije se pak mas popullit të Nuhit a.s. kanë jetu ashabur Rasi. Me kohë, periudhën së dojmë, që ta bën me dije se para shumë pejgamberëve kanë jetu ky popull. E njërin nga djemtë e Nuhit a.s. thuhet që kishte mbjell një stërnipat, natyrisht e kam fjalën, nga loza e Nuhit a.s. kishte mbjell një pish, sanober i thënë gjuhën arabe, një pish në gjuhën tonë të sotit, e kishte mbjell, e me kalimin e kohës njerëzit kishin filluar me respektu atë pishën, e tu bisedu të thonë këtë pishë ka mbjell filoni prej trashëgimtarëve të Nuhit a.s. dhe kështu me radhë, e ka dalë të erite, të e zmadhu, jo mu se prekni, jo mu se bëjni, jo kështu, jo vënë një lule, jo vënë e kështu, kur të kalojsh ati, mu s'kalo me shpinë, banë e kështu, banë ashtu, jo vënë një peshkir, jo vënë një qarap, jo vënë një lokume, një bombon, një asi një kësi, jo vizatoje, jo nderoje, jo përshëndete, në fond të këshim bo sejgjde asaj. Kështu njës shirki, kështu njës devijimi të njerëzit. Njës me lëshime të vogla, vazhdon me bidat, fundin e ka me shirk. Që na ndonjëri ja zgjësojmë disa gjëra, hoç, ai se kur gjok, jo gjok, kjo pak haram, kjo pak gjuna, kjo pak mekruh, pak ashtu në fund të shkatrim dinin ton. Dhe fillon mi bë sejdë asaj pejma atij druni, e që Allahu azza wa jall ky shirk e hidhëroi. Ashabur Rasi kishte ndërtu edhe një bunar, një pus, të cilët Allahu i kishte qu shumë ujë, shumë bereqet. E që Allahu azza wa jall në rrethin të asaj peme i sprovoi ata duke bi edhe shumë pisha tjera. Ushtu pasuria tek ata më të madhe, saqë menduan se janë hak dhe në të drejtë. Dhe thanë pasi që Allahu neve po na jep kaq të mira, dhe me këna jemi të mirë, jemi të drejtë. Se Allahu azza wa jall ndonjëherë njerëzit i provon me pasuri. Ju dha mirëqenie. Fillon bajramet e tyre me i bë pikërisht të kjo pish. E njëherë në vit të mblidhen aty, të therin kurbane, kalun me një fazë tjetër me therë kurbane, me kry rite fetare, me bosejde, me lut, atë drurin aty. E në fund, pas mesit të natës, u dehshin që të gjithë, e përfundon të me zina dhe amoralitet, e në mëngjesh kuruzionin, as kusht nuk kishte në terezi dhe në vedije, se kush shaka bon brenda natës. E kur u të pru e keqja, Allahu azza wa jall e çoi në mesin e tyre një pejgamber. I cili pejgamber ju thonte malekum min ilahin ghayra. O njerëz, çka ju duhet juve zot tjetër posa Allahut azza wa jall? Ubudullaha malekum min ilahin ghayra. Adhuroni Zotin e Madh. Çka ju vin këto zotra të tjerë? Veç
Duaja dhe lutja ndaj Zotit të madh është ajo që ka dobi dhe ju sjell mirëqenie juve në këtë dunjë dhe në ahiret. Largohuni nga besimet e kota dhe nga përshkrimi i shirkut ndaj Allahut të madh. I këshilloj dhe nuk u ndal ky pejgamber i Allahut në thirrjen e tij që emri i tij nuk përmendet se si e ka pas. Ka qenë pejgamber nga pejgambert e Allahut, që shumë pejgamber Allahu ka dërguar tek shumë popuj që s'kan emra. Derisa ky pejgamber, një ditë prej ditëve, siç përmendin dietarët e Islam, i çoi durt ka qeli dhe tha: Allahumma erini fihim ajaiba qudratik. Tha: o Allah, shfaqe para syve të mi fuqinë madhështore tënde. Para syve të mi dhe para syve timve fuqinë tënde madhështore, shfaqe o Zot. Le ta kuptojnë se sa i madh që je ti, o Zot i madh. Pastaj tha: Allahumma ejibis shajaratahum. O Zot, thaje pishën e tyre. Thaje pishën e tyre. Dhe pas duas së këtij pejgamberit të sinqert, Allahu Azza wa Jall për një herë than pishën, që na e dim se tharja e pishës është proces që nuk bëhet për një. Ata kishin shumë pisha tjera dhe kishin bërë më përvojë shumë vjeçare në pishat e tyre, se si thanë dhe si njomën, edhe pse ishte një tokë të i mase, pjellore dhe me shumë lumej e gjelbrim për rreth, sikur se dihet zona e Azerbejxhanit se çfarë natyre ka. Pastaj u mblodhën ashabur rresi, u mblodhën dhe thanë: shkaku se ky njeri i ka bërë sihër pishës tonë, pisha jonë është tha. E thanë të tjerit: jo, thanë, është tha pisha jonë, shkaku se është hidhëru me neve që e lojëm këtë njeri me fol kundra Zotit tonë. Dhe thanë: me dojë mos na du të me marë këtë pejgamber dhe me mbyt. Dhe u qunë kom ashabur rresi, morën pejgamberin e tyre e lidhen dhe e futën në atë bunar për së gjalle dhe e vëndun rres, i thënë atë kapakit bunarit, i thënë rres në gjuhën arabe. Dhe e vëndun bunarit kapakin dhe e ndalun si cërit njeri me kalu aty pare, me ndëgju dhe mi dhonë me hong ose me indihmu aty pejgamberi që vërosën në atë pusë. Derisa përmendin komentatorët e Kur'anit se me ditë të tëra ndëgjoheshte zëri ati pejgamberi dhe vuajtjet që i ndjehu derisa Allahu ati pejgamberi ja mori shpirtin. Në momentin që Allahu Azza wa Jall ja mori shpirtin ati pejgamberi, Allahu Azza wa Jall e urdhëroi tokën e ashabur rresit që ajo të dhezët e të bëhet zjarm. Allahu Azza wa Jall urdhëroi edhe qiellin që qielli të çon shi të zjarrt, të çon shi të zjarrt me gurës të zjarrit. Dhe Zoti i Madh i dheze ata nërkomët e tyre dhe mbi kryt e tyre dhe e shkatroi të voglin e të madhin dhe gjithë ashabur rresin. Allahu i Madh i zhduki për gjithmonë nga historia e njerëzimit, saqë deri në ditën e sodit hala saksisht nuk mund të thotë se ku janë varezat e ashabur rres. Vëllezër të dashur, këtu i kemi disa porosi me cilat unë do ta përmbyllim. E para, dini Allahut nuk është sipas qefit tënd. Dini Allahut është qala Allahu wa qala Rasul. Dini Zotit është ka thonë Zoti i Madh, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Burimi dijes islame janë Kur'ani dhe Sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kuptimi i selefit, kuptimi i gjeneratës më të mirë në historinë islame, se si ata i kanë kuptuar Kur'anin dhe Sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj shumë njerëz duke zonë as zhoket dhe atë, fundi ka qenë devijimi i tyre. Dhe e dyta, këshillat e njerëzve të mirë, këshillat e ulemave, që elhamdulillah në vendet tona janë shumë, se cili më i devotshëm dhe më i mirë se tjetri, du të mi marë serioze. Du të mi marë serioze dhe e treta,
Men adhali walijen faqad adhentuhu bil harb. Hadithin kutsi thot Zoti i Madh, kush e prek një mik timin, ati kam shpall luftë. Është një kampanjë botërore fatkeqësisht që mundohet mi nënçmu, mi në përkamb. Njerëzit më të mirë pas pejgamberëve, ulema, islam, dietar, xhallart. E thot Zoti i Madh këtë hadith kutsi, kush e prek një mik timin, ati kam shpall luftë. Ati kam shpall luftë. Këta e prekën mikun Allahut azza xhel at pejgamber dhe Zoti i Madh atyri u shpalli luftë dhe i bëni helaç dhe i shkatroi. Elhamdulillah, gëzojmë dhe zemra na bëhet mal kur shohim hoxhallar punëtor, siç është hoxha juaj e profesor të ndershëm që promovojnë këtë din, e xhamat që rinë brapa këtyre prizve fetar. Është një myshdhe për gjithë neve se Allahu azza xhel ka me na ndihmu dhe se pas nesh kena me lënë një emanet të mirët e hajrit për pasardhësit tonë. Zoti ju bekoftë e shpërblet, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was-salatu was-salamu ala 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoxhallar të nderuar, imam i kësaj xhamie, këshilli respektuar, rini e këtij fshati, xhamat të dashur dhe të pranishëm në këtë aktivitet, në këtë manifestim, në këtë moment të mbushjes imanore, lusë Allahun e madhëshëm që gjithëve Allahu një nga një t'ju shpërblen me shpërblimet e tija të mëdha, me bekimet e tija të shumta. Allah i madhëshëm i pranoft adhurimet tona, lutjet tona, agjërimin ton. Allahu lëshoft rahmet mi familjet tona, ashtu si në ka bashkuar Allahu në këtë mezhlis, në këtë xhami. Allahu i madhëshëm në bashkoft në Jannatul Firdaus, në shoqëritë e njeriut më të mirë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ramazani kërkon atmosferë. Klima i jep zhvillim bereqetit. E Ramazani është klima më e përshtatshme për të rrit imani besimtarit. Edhe në këtë Ramazan, sikurse në të gjitha Ramazanet, i kemi dy objektiva kryesore mes të tjerave. E para, që ka të bën me raportin ton me Allahun dhul xhelal, ajo është forcimi i këtij raportit dhe shtimi i devotshmërisë. La'allakum tattaqun, po është bërë obligim agjërimi që të bani të devotshëm. E raporti jon me Allahun e madhëshëm të jetë raport i afërsisë dhe raport special me madhinë e tij, që ta kemi atë me vete kudo që jemi. Ta kemi mbrojtjen e tij kurdo që kemi nevojë për mbrojtjen e tij. Ta kemi mëshirën dhe bekimet e tija kurdo herë që na kemi nevojë për ta. Dhe e dyta është mundësia më e mirë me na i shkërmoq, me na i djeg, me na i bo hi gjunahet tona. Ramadan, që themi në Ramazan, e ka kuptimin prej nxehtësisë, prej temperaturës së lartë. E ulemat kanë thonë, është quajt muaj i Ramazanit Ramadan, për shkak se e ndihmon besimtarin me ju djeg krejt ato gjunahe që s'ka njeri pa to, dhe çdo njeri, çdo kohë ato i bën. E tani, nëse duam të jemi më afër Zotit, ne Ramazanin duhet të përjetojmë si një moment që zemra jonë duhet të shijon momentin e dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk janë ditë vetëm të abstenimit nga ngrënja dhe pirja, po është një moment kur besimtari duhet me shiju se dera e gjanë e rahmetit të tij është hapë, dhe dera e dënimit për njerëzit është mbyll. Moment që zemra e besimtarit duhet me ndje mallin
për krijuesin e tij, atë që të gjitha të mirat i ka prej tij, dhe se asnjëherë s'ka mundësi me shpëtu për këtë asaj që ai e ka caktuar përveç se duke kërkuar ndihmën e tij dhe duke u strehuar tek ai. Ne duhet ta pritejmë Ramazanin si një moment ku Allahu i Madhreshëm na mundson neve të shtejmë dashnin ton për te, ashtu si kurse prindi e don evladin e vet, ashtu si kurse evladi e do prindin e vet, ashtu si kurse buri e don gruan e vet, dhe ashtu si kurse njerëzit duan me zvete, ma shumë se kjo, të gjithë na duhet vazhdimisht me u kujdes që zemra jonë me qenë e mbushur me dashni ndaj Allahut Dhul Xhelal. Edhe kjo dashni ndaj tij me qenë shtytës i kryesor që na mos me hangër edhe mos me pi, edhe prej këtij qefeve tona mu largu, që dashnin e tij mos me e prish, edhe dashnia e tij mos mu largu prej nesh. Kjo dashuri ndaj Zotit është ajo që neve na çon edhe na shtin me i fal 20 rekate teravih dhe me u mundu me përjetu bisedën e Allahut me ne. Zatën dietarët kanë thonë, Allahu i Madhreshëm e ka caktuar teravin që t'ja mundsoje besimtarve të thjesht sa ma shumë të ndëgjojnë fjalën e Allahut Dhul Xhelal. Qëllimi i namazit teravis është që xhamati sa ma shumë ajete të Kur'anit të ndëgjon dhe ta mendon se është duke i fol atij madhnia e tij Allahu Dhul Xhelal. Dashuria ndaj Zotit Dhul Xhelal duhet manifestohet edhe gjatë leximit të Kur'anit, që është për aktiviteteve që dallohet qoftë nëpërmes mukabeleve të hoxhallarëve dhe hafizllarëve, qoftë nëpërmes leximit të Kur'anit ton personal. Andaj në Ramazan njeriu duhet me ndihmu shpirtin e vet, t'i hap dyert ky shpirt drejt nurit të Kur'anit, dritës që e sjell Kur'ani. Zotën Allahu i Madhreshëm Kur'anin e ka quajt nur, edhe ka quajt ruh. Ja ka dhënë dy emra Kur'anit. Njëri emër është shpirt, e emri i dytë është nur. Çka do të thonë kjo? Se jeta e imanit të besimtarit nuk ka mundësi me pas gjallëri pa Kur'an, pa shpirt. E dyta, se besimtari në jetën e tij imanore nuk ka mundësi me ecë, me bë hapa pa dritë në errësirë. E pa Kur'an as nuk ka jetë shpirti dhe imani jon, e as nuk ka mundësi me bë hapa drejt Zotit në errësirë, pa shpirt edhe pa dritë. Andaj Ramazani është mundësia më e mirë që besimtari më u shoqëru me Kur'anin, edhe me e rrit gjallërinë e imanit të tij dhe më ndriçu rruga shpirtnore e udhëtimit të tij drejt Allahut Dhul Xhelal. Ramazani është mundësi e cila ja mundson besimtarit me ndje veten musafir i matë madhit i Allahut Dhul Xhelal. Secili prej nesh e ndin veten të nderuar kur ftohet në iftar apo ndonjë manifestim ndodhi prej vipave të shtetit ku jeton. Edhe kjo është normal për shkak të pozitës së ftuesit. E në Ramazan të gjithë ne besimtarët jemi të ftuar në sofrën e Allahut Dhul Xhelal. Jemi të ftuar e tij. Allahu gjithëve neve na fton me fitu nga mëshira e tij, nga bekimet e tija, nga falja e tij, nga amnestia e tij, nga shpërblimi i jashtëzakonshëm që Allahu na jep neve në këtë muaj, edhe pas këtij muaji të mshelet ajo mundësi. Andaj duhesh me ndi veten o besimtar, shumë i veçantë, shumë i nderuar, shumë i privilegjuar që Allahu të ka dhënë ymër dhe e kemri edhe këtë Ramazan me qenë mysafir i Allahut Dhul Xhelal. Andaj
Ajo që përmeni edhe imami, se gjendemi në prag të një dite madhështore, që ka ndodhur në historinë e Islamit, betejë e Bedrit, e cila ka ndodhur në vitin e 2 të Hijretit. Ballafaqim i jashtëzakonshëm mes një grupe pakicë besimtarësh dhe një numri trefish më të madh idhujtarësh, mushrikësh. Në një vend të nxehtë, Ramazan, nxehtë shkretin, muslimanët e morën vendimin dhe e morën hapin që të ballafaqohen me këtë ushtri trefish më të madhe. Andaj betejë e Bedrit quhet betejë e madhe. Mirë po vllazën, betejë e Bedrit nuk është vetëm moment historik që na duhet ta kujtojmë me detajet historike të veta. Po ashtu sikur se ka qenë Bedri për sahabët moment triumfi dhe fitore, edhe secili prej nesh në këtë Ramazan, edhe në gjitha Ramazanet që na mundsohet duhet ta shohim Bedrin ton. Edhe andaj sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam treguan se pse është nxehtë, pse është agjërimi, besimtari nuk duhet me kon dembel e përtac, po duhet me marrë fuqi nga besimi i tij dhe me qenë aktiv, edhe me dhonë maksimumin për të arritur qëllimin e punëve të veta që i ka dhe triumfeve të veta. Andaj, prej mësimeve që i marrim nga ky ballafaqim i kësaj pakice të muslimanëve me atë numër të madh të jo besimtarëve janë këto. E para, duhet kemi bindje të padiskutueshme, të paluhatshme në Allahun subhanahu wa taala, se ai e ndihmon besimtarin dhe e përkrah atë kur është e vërteta me të. Edhe kur ka qëllim dhe objektiv me ndihmu fenë Allahu dhu xhelal, s'është me rëndësi a janë pak a janë shumë, sepse Allahu dhu xhelal në Kur'an tha: "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah", sa grupet të vogla prej besimtarëve i kanë fituar grupet e mëdha me lejen e Allahu dhu xhelal. Andaj numri është me rëndësi, ama ma me rëndësi se numri është parimi për të cilën përpiqesh, punon dhe sakrifikon. E dyta, përgatitja dhe kontributi që duhet ta jep besimtari vazhdimisht në zhvillimin e vetvetes, e dijeve të tija fetare, e dijeve të tija profesionale, me u marrë vazhdimisht me punët e tuja dhe me zhvillu veten, sektorin tanë, drejtimin tanë, profesionin tanë. Mos u mjafto me atë që ka mri baba jot, me atë që ke mriti në fakultet apo në shkollë të mesme, po vazhdo zhvilloje veten tonë vazhdimisht, nëse don me qenë fitoria vazhdimisht e jotja. Nuk ka me na ndihmu Allahu dhu xhelal neve, nëse na pa i realizu shkaqet i futemi ballafaqimit e pastaj bëjmë dua vetëm se duaja pa i zbatu shkaqet nuk të ndihmon asnjëherë në jetën tënde. Gjithashtu, insistimi i jonë në punët e mbara, mos u lodh, mos u mërzit, mos u dorëzo. Ramazani jo rastisht është 30 ditë, çdo ditë ki sakrificën e ditës. Edhe tashje ka kalu gjysmë e Ramazanit, kur dikush për neve fillon me u lodh psikikisht, me u lodh fizikisht, me u lodh ekonomikisht, vjen Ramazani me thonë ka dal burr, se edhe qatë sa ki kalut kanë met me i kalu, e duhesh me bo sabër deri në fund, bile vjen dheqi i fundit edhe kërkon për neve angazhim shtesë për me tregu se na nuk duhet mu lodh, na nuk duhet mu mërzit, na nuk duhet mu bezdis, na nuk duhet mu dorëzu, po deri në ditën e fundit besnik Allahu duhet me i qëndru. Andaj ulemat kanë thonë, nëse duam të fitojmë në Ramazan, ashtu si fituan musliman në Bedër, duhet se cili për nesh t'i bën projekt personal vetvetes ku dhe planifikon fitoren e ti, duke fitu një vlerë pozitive, apo duke largu një vest të keq që e ke, apo dobësin në adhurime që të ka ardhur. Tash në Ramazan e ke mundësin mi fitu vlerat e mira, mi largu vestet e këqija, edhe me dalë për këti Ramazanit fitimtar. E dyta,
bonu si sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i fuqishëm në imanin tanë, i qëndrueshëm në adhurimet tuja, i sinqert me Zotin tanë. Meri këto komponente dhe shife vetën tonë, a i ki dhe sa i ki, pastaj shife a mund është i mundgja atyre burrave të veçantë që ka pas historia islame. 3. Kujtoje se çdo mund, çdo angazhim, ja i kelon punë, e kelon familjen, ke ardhur në xhami me qëndru gjysmë ore, një orë e gjysmë, çdo sejdë që e bën, çdo ajet që e lexon, çdo dinar sadaka që e jep, çdo dua që e bën për dikan, këtë të punë të mira që ti i bën. Ndoshta dikush nuk i shef, ndoshta shumë kushti prej teje nuk i din, mjafton që ato me i ditë Allahu dhu xhelal, edhe ato kanë me ta sjell ty edhe shpërblimin, edhe bekimin, edhe knacin, edhe lumturin këtë botë, pastaj kanë me ta dhonë edhe shpërblimin ditën kur dalin para Allahu dhu xhelal. Të dashur vëllezër, secili prej nesh ka nevojë me mendu rreth këtyre gjërave të cilat janë shumë të rëndësishme në jetën e tij. Kemi na shumë besimtarë të cilët bëjnë punë të mëdha, mirë po askush nuk i din ato. Edhe vjen shejtani dhe mundohet me e largu prej këtyre punëve të mira, të i thonë, ti e bone këtë punë kur kush lavdrej. Ti e bone këtë mund askush ta përmendi. Mos me pas konë puna jote si shbon kjo punë, ama s'përmendin ty. Shejtani punon me njeriun, e agjërimi neve në mëson që t'jemi sinqert me Allahun. Edhe punë t'i bëjmë për Allahun, nëse ai i din, mjafton. Shifne, nëse ai i din, mjafton, kur kush mos me i di. Bile, sa ma shumë që njerëzit nuk i din punë tona, të mira që i bëjmë, e ngelin veç Allahu me i di, ato punë Allahu edhe ma shumë i shpërblen. Andaj, në çdo betejë, ka ushtar të njohur dhe komandanta me emën, edhe ka shumë ushtar të panjohur. Ararisht në shumicën e rasteve, shkak përfitore në atë betejë janë mu ata ushtar të panjohur. Edhe ne si besimtar, mjafton të jemi si ata ushtar të panjohur, të cilët përpiqen, mundohen, angazhohen, që ai vetë edhe komuniteti ku jeton të ngritën. Andaj ky besimtar e bën xhihadin me nefsin e tij të e falë namazin, që ky namaz tjetë me kualitet më të lartë edhe me çmim më të shtrenjtë të Allahu dhu xhelal. E bën xhihadin me gjuhën e tij dhe e ndal nga përgojimi, edhe zemrën e tij nga zilia dhe syrin e tij nga harami. Kjo është xhihadi i tij me veten e tij, është besimtari i cili bën xhihad me pasurinë e tij dhe mundohet mi dhon atij që ka nevojë me ndihmu, atij studentit me shkollu, atij mjekut me përkrah, atij inxhinierin me stimulu, atë hoxhën me jadetu vështirësitë e jetës së tij, edhe kështu atë pasuri që ka dhënë Allahu me shfryzu, që me shumë fishu me sevape kur del para Allahu subhanahu wa taala. Të dashur vëllezër, gjithna do ballafaqohemi me situata ku punët e tona do na duken të shumta. Mirë po sa do që bëjmë për Allahun, ato janë pak. Nëse duam të arrijmë ndryshimin, duhet i caktojmë vetvetes qëllime dhe të punojmë për realizimin e tyre dhe ta kemi parasysh se çdo moment i jetës sonë është një betejë, ku ne o e fituam atë betejë o e humbëm. Betejë për ta çuar në vend në urdhën e Zotit, betejë për të larguar nga një ndalesë që ka ndaluar Allahu dhu xhelal, e ti llogaritë veten tonë në fitore tuja dhe humbje tuja, dhe mos prit askush me duar troki ty për fitoret e tuja, apo me të fishklu për humbjet tuja, mjafton që ti vetë e llogarit veten tonë. Dhe për në fund të dashur vëllezër, e kemi edhe një porosi që ka nevojë me potencu. Në Ramazan, me atë që e fillova, po dua dhe me përfundu. Secili prej nesh duhet mundohet ta shijon kënaqësinë e arritjes së suksesit, të fiton faljen dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Në këtë Ramazan që hapën dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit. Çdo natë, Allahu i madhërisëm e çon një melek me vonë një thirrje dhe me thonë: "Hal min mustaghfirin faghfiru lahu." A ka dikush që kërkon falje prej Allahut, e Allahut ja fal atij.
Allahu i madhreshëm kërkon për nesh që na t'i drejtohemi atij me kërkim falje, e Allahu është i përgatitur me pranu kërkesën tonë dhe me na fal ato mëkate neve. Andaj në Ramazan është mundësia më e mirë që ne t'i lajmë gjunat e kalume duke agjëru Ramazanin, duke fal taravin, duke ngjall natën e Kadrit, janë mundësi që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na falen mëkatet e kalume. Gjithashtu mundësia e duas që kemi gjatë ditës Ramazanit dhe gjatë kohës së iftarit, janë mundësi të arta që na me lut Allahun, Allahu më na e fal gjunahet tona. Andaj kur kërkojmë falje pe Allahut, duhet ta ndjejmë thirrjen e Zotit Dhul Xhelal, i cili thot: ja abdi, o robi jam, o robi jam, o njeri që unë të kam kriju, o njeri që ti pa mu s'mundesh me jetu, ktheu te unë, hajde te unë, kërko falje prej meje, hajde mere rahmetin prej meje, hajde mere faljen për ty te unë. A në këtë moment që Allahu Dhul Xhelal thirr ty, që ti të kthehesh te ai, është ajo që ty t'jep mundësi me fitu mëshirën Allahu Dhul Xhelal. Pendohu sinqerisht te Allahu Dhul Xhelal dhe kërko prej Allahut me t'i fal gjunat edhe me t'a la zemrën për gjunave tuja. Gjithashtu do të fillon me mendu çka fiton nëse fiton faljen Allahu Dhul Xhelal. Kemi fillu me e ndjenjë një lehtësim në zemrën tonë, një rahati në shpirtin tonë, një kënaqësi dhe lumturi në jetën tonë. Atëherë kemi pas energji pozitive, kemi dhënë kontributin tanë në çdo mejdan, edhe çdo herë kemi pas ide pozitive për veten dhe për tjerë, kur njerëz s'kan me qenë të bezdeshme, të lodhshme, të mërzishme punët e mira që kemi bote. Në Ramazan kemi jetu me një zemër të qetë edhe të lumtur e të bardhë, por normalisht kjo ka me shoqëru ty edhe pas Ramazanit, inshallahu taala. E lutim Allahun e Madhëshëm që më na nxjerr nga ky Ramazan me gjunahet të faluna, me adhurime të pranuara, me zemër të kënaqur me madhënien e tij, e të afruar te Allahu Dhul Xhelal. Zatën këto adhurime janë mundësia më e mirë që na me qenë sa më afër Allahu subhanahu wa taala, përderisa ka njerëz që synon me qenë afër pushtetarit, afër të famshmit, afër të pasurit. Ne kemi nevojë, kemi afër të më të pushtetshmit, më të pasurit, më të fuqishmit edhe më të famshmit është madhënia e tij Allahu Dhul Xhelal. Allahu i Madhëshëm e boft këtë Ramazan mundësi të artë që ne t'i afrojmë madhënisë së tij, e të na falin gjunat tona, e dalim nga ky tubim inshallah taala me mëkate të falura, me duat pranuara, me adhurime të pranuara, e inshallah taala Allahu i Madhëshëm gjithve na mëshiron, na bekon edhe në xhenet na çon. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hoxha nderuar, hoxha mana emanet që ti lexoj disa pyetje i ka xhamatin nëse ka mundësi ti parashtron. Ta përdorë çka ka punati ka pyetje. Këtu janë disa dhe nuk do të mundem gjitha të lexoj, paraprakisht mos të ju mbajnë më gjatë. Pyetja e parë thot pyetsi kush është grupi i parë i cili kalon në xhenet. Prej besimtarëve që mëson Allahu i Madhëshëm me hyrje në xhenet, janë ata besimtarë që e kanë thyer zemrën e tyre dhe janë përul para madhnisë së tij subhanahu wa taala. Ata që kanë adhurim të sinqert ndaj madhnisë së tij dhe vazhdimisht i nënshtrohen Allahu subhanahu gjithë jetën e tyre. Ata janë të thyerit, të përkulurit dhe ata që kanë frikë respekt maksimal ndaj Allahu subhanahu wa taala. Cilat vepra përveç namazit duhet të veprojmë që urën e siratit pa problem ta kalojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha sahabijut shkurtimisht me radhë thuje shahadetin, fale namazin, agjëre Ramazanin, jep zekatin kush ka mundësi me dhënë zekat dhe krye haxhin ai që ka mundësi me shkon haxh, hyn në xhenet inshallah taala pa llogari. Çfarë do të thotë kefaret dhe derexhat? Kefara është hyrja e mëkateve. Do të hapat e shumta për në xhami janë ato që i shlujnë gjunahet tona. Marrja e abdesit në vështirësi është për veprave që na ndihmojnë mi fal gjunahet tona. Dhe derajat janë gradat që jap Allahu Dhul Xhelal atyre besimtarëve që bëjnë adhurime vullnetare si është namazi natës, japi sadaka e kështu me radhë. Ka ardhur hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka përmend nga 3 çështje edhe të kefaretit edhe të derajatët. A do të dënohet njeriu për namazet që i kalon të kaluarën
kurse tani fal 5 vakt namaz. Një besimtar, nëse s'është fal, ka bo gjuna shumë të madh që ka rrezikuar imanin e tij. Në momentin që është pendu dhe pendimi i tij ka qenë i sinqert, dhe ai ka vendosur kur më mos vëllon namazin dhe nuk i ik as namaz, i falet e kalumja e tij me kusht që tash do të jetë ringati namazit, thot Allahu xhel afa Allahu amma salaf, Allahu ja fal gjunat e kaluara besimtarit, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lah, ai që pendohet nga një mëkat është sikur se ai që s'ka bërë atë mëkat. Një person i cili falet dhe agjeron, por nga ana tjetër përgojon dhe shpirt për vëllezërit e tij musliman. Ky besimtar hala se ka kuptuar qëllimin edhe të namazit edhe të agjerimit. Qëllimi i namazit është me largu njeriu nga punët imorale. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Me vërtet namazit largon nga veprat e këqija dhe imorale. E përgojimi është vepër e keqe, besimtari duhet me kuptuar se kur falet, duhet me insistu me duku vetëm me lënë gibetin. Përgojimi. Gjithashtu, agjerimi ka qëllim besimtari me duku, me largu nga gënjeshtra dhe përgojimet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men lam yada qawla zur wal amal bihi fa laysa lillahi hajatun an yada ta'ama wa sharaba." Kush nuk e lën gënjeshtrën dhe veprimin me të, Allahu nuk ka nevojë me lën ai hajën dhe pijen. Kështu që edhe namazi dhe agjerimi kanë qëllime. E para është adhurimi në Allahut, e dyta është përsosjen morale. Edhe besimtari duhet me kuptuar se nga këto ibadete duhet me fitu ndryshimin e veseve të tija dhe përsosjen me vlera morale. A jepet zekat për veturën e firmës apo punës dhe për veturën personale, nëse po si duhet. Për veturën personale nuk i jepet domosdoshmë zekat, as për veturën e firmës nuk i jepet zekat, përveç veturat që i ki për shitje, ose që i ki për tregtia, apo që i ki për rent ose domosdoshmë gjëra të ngjashme, për to jepet zekat. Vetura e punës edhe vetura e personale nuk jepet zekat për to. A mund të jepet zekat një studenti edhe pse ai student nuk ka nevojë ndoshta për zekat? Wallahu ta'ala alam, Allahu di më së miri, na mendojmë se mundet me dhënë zekat studentit edhe nëse ai student nuk ka nevojë, sepse nevojat e studentit janë të mëdha. Pastaj studenti është e kryer një obligim për obligime kolektive të muslimanëve dhe na e llogarisim atë që kanë llogarit ulemat e vjetër se kërkimi i diturisë është prej xhihadit rrugë Zotit, andaj me ndihmu besimtarin që bën xhihad rrugë Zotit duke kërkuar dituri është prej kategorive që i takon zekati. Pyetje, selam aleikum, të nderuar dhe shumë të respektuar, namazi natës ku është më mirë të falet në shtëpi vet, kur nuk e di askush që ty falesh apo me xhamat? Namazi natës më mirë është me fal shtëpi përveç Ramazan. Ramazan falen në xhami me xhamat, kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Selam aleikum, të nderuar xhallar, në kohën e fundit është bërë shumë virale në rrjetet sociale lidhur me agjerimin. Sa aprishet agjerimin nëse e gëlltisi mujin gjatë abdesit, sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam na ka drejtuar vërejtën gjatë marrjes së abdesit lidhur me shpërndarjen e gojës së hundës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë balig fil wudu illa balig fil madad wal istinshaq illa an takuna saima, insiston me shpërla gojën edhe hundën mirë përveç kur i agjerushëm. Që tregon kujdesin që në pas besimtar. Nëse ndodh gabimisht që ndonjë pikuj, inshallah të se prish agjerimin. Selam aleikum të dashur xhallar. Na sqaroni çështën e namazit të sabahut. Nëse lind dielli ta falim më njëherë apo të prit 45 minuta. Inshallah s'ndodh me na dal dielli pa e fal sabahin. Domethënë sepse kjo nuk është dukuri pozitive. Besimtarët me fal sabahin për nga ngimit të mëngjesit derisa para se me dal dielli. Momenti që del dielli, domethënë koha e sabahit ka kalu. Mirë po, nëse ndodh që diken e kanë zonë rrallë ndonjëherë gjumi dhe u ka zgjuar momentin që është duke lind dielli, a me fal në atë kohë apo me prit me lind dielli përgjithësi, tu ka dy mendime të ulemave. Dikush ulemave thotë se është koha e ndaluar për namaz momentin që lind dielli, andaj duhet me prit me lind dielli pastaj mu fal, dhe mendimi i dytë i ulemave thonë që nuk prish punë edhe në atë kohë mu fal, sepse për ty është koha e vet, ashtu sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men nama an salatin aw nasya falyusalli hina yastayqiz aw hina yadhkuruha. Kush kënd e zën gjumin nga namazi apo e haron atë le ta fal kur zgjohet apo kur ta kujtojë atë, sepse atëherë është koha e vet. Atëherë koha e vet. Andaj unë ndaj mendimin se në momentin që zgjohesh me rabdes edhe falesh më njëherë nuk e vonon namazin nga ai moment që e zgjuh. Pyetja vazhdon dhe thotë, nëse ndodh që të hyjë në xhami namaz sabah dhe imami është duke fal farzën, çfarë të veproj? Të lidhem në farz apo të falë sunetve? Në momentin që hyn në xhami dhe është imami duke fal farzin, i bashkangjitesh imamit. Ka ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikush prej sahabëve Abu Bekr radhiyallahu anhu ka hyn në xhami dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të fal farzin, e ka thënë me fal sunetin, pastaj më bashkangjit farz. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Ti sahabët mos e përzit këtë vepër, kur të vish xhami, hajde me qetësi, kur ta gjesh imamin duke fal namazin lidhur me të, ajo që të ka me të pa fal e kompenzon e pastaj domodin e përfundon namazin me të. Forma më e saktë është kur të vish xhami, i lidhesh imamit, sunetin e fal mas farzit inshallah taala. Assalamu alaikum, të nderuar xhallar. Kam dëshirë të na sqaroni lidhur me fitrën të jepet në monedë, para apo artikuj ushqimor. Këta janë dy mesele që kanë thonë ulemat e vjetër. Imam Ebu Hanifa me dhejbi, Imam Ebu Hanifa thotë nuk prish punë nëse jepet zekati i fitrit edhe pare. Kurse xhumhuri u fuqahave, tre ulemat, imam tre kanë thonë që sadaka e fitrit do të thonë ushqim, sepse është sadaka e veçantë për fuqarat. Edhe fuqarave është më mirë me i dhon ushqim të gatshëm, që ata të kenë sofrën e Bajramit me çka me gëzu, sesa më i dhon parë që ata ndoshta kanë mundësi me shfrytzu për çka tjetër që nuk është në interes të zakatul fitrit. Allah e din më së miri, na mendojmë se mendimi më i saktë është mendimi asoj që kanë ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ata zakatul fitrit kanë dhënë në ushqim dhe kjo është tradita më e mirë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, mund si të tregoni sa ka luajtur rol sadakatul fitri dhe zakati për mirëmbajtjen e medresës. Zakati dhe zakatul fitri kanë qenë bazike në zhvillimin e medresës, andaj të gjithë ata besimtar që na e përmendën pak më herët, ushtarët e panjohur, të gjithë ata besimtar që zakatin e fitrit edhe zakatin e vet e kanë dhënë në mirëmbajtjen e medresës, kanë qenë aksioner në prodhimin e 5.000 e më shumë talebeve që kanë gjetur medresa. Sot ata 5.000 hoxhallar, edhe profesor universitar, diplomat, ambasador në punën shtetërore që janë sot të përhapur në shtetin tonë, çdo kush që ka dhënë zekat apo sadaka fitrit në atë medrese është aksioner në këtë të punë të mira të mëdha që i bëjnë sot të nxënës që kanë qenë në medrese. Përfshi edhe mua, përfshi Mulla Muharemin, përfshi Mulla Shahibin, përfshi këtë neve domethënë që kemi qenë nxënës medreses, edhe më të parë që janë në medrese na jemi ushqy, edhe pastaj kemi vazhduar shkollimet tona dhe sot na jemi në shërbim të Islamit, jemi të shërbim të popullit tonë, jemi shërbim bashkisë islame dhe kështu kemi me vazhduar inshallah kemi jetë, ama ka edhe shumë tjerë që na nuk e dimë, ato janë punë të mëdha bëjnë ku janë, po na nuk e dimë, ama se vapin e tyre kush ka dhënë për medrese e merr.